U la detyrim paraqitje Berisha. Në fillim. E pra, në fillim. Po, edhe këtu u more pandehur dhe ju la ajo mundësia që t'jepte dorëheqje të bëhej qytetare e Bashkimit Evropian. Dhe e përbuzën spakun. Dhe kërkesa në parlament ka të drejtë Nardi për heqjen e mandatit është se Belinda Balluku nuk është më me një çështje. E dim të gjithë që minimumi është thirrur në SPAK edhe është pyetur edhe për lotet e Unazës së Tiranës. 7 lotet e Unazës. Problemi qëndron këtu. Ne kemi dy qëndrime ekstra kundra njëra tjetrës të kryeministrit të Shqipërisë dhe të mazhorancës shqiptare. Nga garanti i drejtësisë së re, tashmë me prononcimin dje në podcastin e tij dhe sot me grupin parlamentar, kryeministri ka thirrë frontin kundra drejtësisë re. E ka thirrë publikisht, duke deklaruar që do përdorim dhe metoda të tjera për të ndryshuar ligjin e për ndryshuar kodin, me qëllim që të mbrojmë hajdutët. Tani, ne shqiptarve, ne që jemi të bindur që jemi të vjedhur, jo ata që kënaqen pse i vjedh qeveria, na takon të kryejmë frontin për ta mbrojtur drejtësinë, për të mbrojtur dhe veten dhe për të mbrojtur paratë e shqiptarëve. Unë jam i bindur që as edhe Kreshniku, edhe ne, edhe shqiptarët, jemi shumë të bindur që ka vjedhje. Sepse dhe gjitha projektet infrastrukturore të qeverisë së kësaj mazhorance prej 12 vitesh, asnjë nuk ekziston në kam. Të gjitha rrugët me qindra milion euro kanë rënë në pru, nuk kanë ngel ma rrugëve si që thoshte Rama për rrugët e para 12 viteve. Kanë ikur gjitha në pru. Me rrugën e Arbrit, me rrugën e Korçersek, me rrugën Quks Qafloq, me rrugën Librazh Qaftan, me bypassin e Vlorës, me aeroportin e Vlorës, me parkun e Durrësit, me Velipojën, me gjitha rrugët kanë ikur. Mos i përmendim këto rrugët që bën nga 10 milion euro, po këto që bën nga 100 milion e mbi 100. Fakti që cilësia e implementimit të projekteve mbi 100 milion, e disa qindra milion, si ato inceneratorët kanë ikur në pru. Shqiptarët du të heshtin dhe du të përdorim zbukurime, kur arrestohen ato të opozitës që kanë bërë krime para 15 vitesh, 20 vitesh, nuk themi që SPAK-u ka gabuar dhe gjykatoria ka gabuar. Kurse këtu themi cënohet pushteti ekzekutiv. Përse u cënu ka pushteti ekzekutiv? Nëse dëgjoj, aty është po diskutohet. Të lutem, jo prit një minutë. Pushteti ekzekutiv nuk cënohet sepse i lindë drejta atij kryeministrit të taktojë një ministër tjetër dhe një zëvendës kryeministër tjetër. A duhet me çdo kusht të mbajmë në pushtet hajdutët për faktin që do kryeministri me mbrojtur? Jo, zotëri. Jo, zotëri. Çiko, nuk ka shiko. Po diskutohet pjesa Balluku. Dhe më vjen shumë keq që thoni që gjykata me mos vendim ka marrë vendim ose ka marrë vendim me mos vendim. Ka marrë vendim. Edhe njërë, ai vendimi që është marrë, zotëri, më nxirr juristin më të mirë në qoftë se nuk qesh me atë. Jo. Po qeshin që të gjithë juristat me një gjykat kushtetuese që ka për autoritet të vendosi vjen e demarkacioni dhe nuk arriti ta ndante. Mondi du të kesh. Kjo është ashtëshmë. Për te të qendrit avokat, unë e di që ju jeni edhe një njohës i mirë i skutave të Tiranës. Ashtu si që më. Tani profesioni kështu ajo. Prit një sekond. Ai vendimi që ka shku 4-4 ka shku si rezultat i sforcos politike që ka ushtruar kryeministri Shqipërisë. Prit një sekond. Mos u habit, edhe këtu do t'jemi, është deklarat publike kjo, që njëri nga gjykatës kushtetuese shumë shpejt do të futet në hetim nga SPAK-u. Ore mund të ndodhi. Po mund të ndodhi, më nuk më intereson kjo. Edhe njerë, mua s'më pëlqen fare. Forma... Ti e the shumë bukur. Nuk më pëlqen forma se nga kanë ardhur antarët e gjykatës kushtetuese. Po patjetër më. Sepse nuk kanë integritetin profesional. Po s'kan, si janë magjistratë. Po pikërisht ata që thua ti,